Numëroni votat, ju lutem. Sa? 28 pro, 7 vete. Çfarë tapnu? Jemi në proces votimi. Sa janë pro, kundër? 79 kundër, abstenim nuk ka, nuk miratohet kërkesa. Vijojmë me rendin e ditës. Ju njoftoj se në grupin parlamentar Partisë Demokratike ka paraqitur kërkesën për ndryshimin e rendit të ditës. Çfarë ke? Si është problemi? Po jemi mbaruar procesin e votimit, zonja Topalli. Çfarë jo? I dham 1 minutë kohë shtesë, mbaruam dhe votimin. E kupton ku jemi? Jemi te njoftimet. Ju njoftoj se grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka paraqitur kërkesën për ndryshimin e rendit të ditës së seancës plenare të sotme datë 18/6/2026, ku kërkohet të hiqet nga rendi i ditës projekt ligjet e mëposhtme, pika 10. Projekt ligji për disa shtesa ndryshime në ligjin numër 8378, datë 22/7/1988, rrugor i Republikës Shqipërisë ndryshuar, nismë deputetit Kliti Hoti dhe pika 14, projekt ligji për një shtesë në ligjin numër 7703, datë 11/5/1993, për sigurime shoqërore në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, nismë deputetes Jorida Tabaku. Në bazë të neni 49.3 rregullores, propozuesi diskuton jo pak se 3 minuta dhe ka drejt diskutoj një folës pro, një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta secili. Kush e do fjalën për të paraqitur kërkesën? Nga nismëtarët zoti Hoti dhe zonja Tabaku. Kërkesën për heqjen nga rendi i ditës e kam fjalën. Okej, atëherë në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, për tërheqjen nga rendi i ditës të këtyre 2 projekt ligjeve, pika 10 dhe pika 14 e rendit ditës, do të flas zoti Bardhi, zoti Berisha. Zoti Berisha, në bazë të nenit mos bërtit, dëgjoj çfarë thuhet dhe pastaj mos bërtit. Në bazë të nenit 49.3, pra 3 minuta kohë. Zoti Berisha, uluni ju lutem, zini vendet, s'ka nevojë për prezencë. 3 minuta kohë. Vetëm 3 minuta la? Kanë të merë nga fjala. Atër dhe njëherë, nuk mund të shtypni me kartona kërkesat mbar qytetare të cilat kanë marrë mbështetje të plot ndërkombëtare. Kërkesat e qytetarëve për largimin e menjëhershëm të Edi Ramës, për anullimin e të gjitha ligjeve të amenduara nga Edi Rama për mbrojtjen e mjedisit, me të cilën ju ndërtuat aeroportin e Vlorës. Ndaj dhe flamingot i dënuat me vdekje me aeroportin e Vlorës, me të cilën ju ndërtuat pikën e vogël në parkun e Butrintit,